15 janar, 15 minuta para orës 7 janë dëgju krismat e para. Atku kanë fillu tani edhe luftime, kanë fillu edhe granatime, njerëzit që kanë në përshtypjet e tyre, kur kanë nisë krismat, janë dalë ashtu me çdo veshje që kanë pas. Unë atku kam qenë shpitem, orë më ka thirr Axha Bajrami që janë të dëgju krisma shumë. Drejt me thonë, krisma ka pas edhe hera tjera, po dikur u banom i mon edhe na për krisma, po atë ditë ka krismat shumë atë veçantë dhe më të mëdha. Jemi dalë të nështu, më mënu më strehu, dikon pak par orës 11, ka gjysë 11, jemi dalë qysh, kemi që Axha ka me vajzën e vetë, me djalin vetë Elhamien dhe disa koshere e tjerë, të shku rrugës, ku dalë rrugaj, trekanshi rrugëve Emine, Beqaj edhe Sylaj, aty kanë fillu tani çtanat për shumë arme, gjitha llojet e armeve të durës, dhe në atë moment është plagos djali i Axhës Elhamien 8 vjetë. Vajza e Axhës ka bërtit Hanëmshaja Baci, ka thënë Baci e vrajtën Elhamien. Ajo kontor të djali vetë, Migja, e kanë qëllu dhe ata në kukë me pnëm, ajo ra mini herë. Krisma tjera kanë qëllu Hanëmshahën, vajzën e Axhës 21 vjetë në atë ku në Gjaks këtu. Dhe në pepi gjitha të krisma krejt, jemi ra në një prësk aty. Krisma nuk janë nalë, po ata ka menu që në atë vend mo gjithë i vrajtën. Dhe Elhamien e kemi ngri ashtu zvarë, edhe Hanëmshahën kemi nu që Hanëmshaja është e plagës, Hanëmshaja në ndërku 2 minuta 3 dhe aja vdeq për plagës malë. Dhe kemi qëndruar në një flanek, me thamë popullur që depo e kuzhinës aty, me 2 plagës Makfira, Herizin edhe Elhamien Mehmetin 8 vjetë atje, dhe kanë arta një pashmi me sëtën, forcat policore, serbe të ngushtu rrethin ma shumë, të ngushtu të një derë me derë, shvi me shvi, dhe të ardhë kër ka pati që nuk ka shumë të vranë, kur ka menun që ja këtë vranë, tani të i thyjë dhe dyrë të shpia krejt, për fatin tënë fatkeqësi, aty nuk ja ka marrë menja që mund me pas njerëz mrena në atë farë depën, dhe me thonë vetëm një lastër të nej që kemi pas ndonë me ta. Zonat e ty në unishën të shatë, të bërtit, të lypë, po për fat nuk henën aty. Dhe na kemi dëgjutën edhe krisma tjera, që kanë vrarë dhe njerëz tjerë për rreth në tonë, dhe dikur kur nisi mramja, krismat nesën me përshu pak, jemi dalë tani mi këqyrë, me marrë Hanëmshahën me vendus të shtëpia vetë në udën e vetë, Axhën me vendus një pëdrëm afer të shtëpia Krem Hajrizit ishë ma afer aty, dhe e kemi kontaktu, kemi parë që e një Osebeja. Osebej si kemi njoftu në atë kohë konë lënë peperi i pare që ka një aty, që i ka shumë të vranë këtu, po atine nuk i interesë ke shumë të vranë, nashta se e dike që i ka edhe tjerë të vranë, të plagasnit kështë qemi të rhik, mi qumë jadon ma shvendimin e parë, e kemi ndërzu aty të në Elhamien, Makfiren, Zyri e Beqirin, Feti e Beqirin, Hasan Bilalin. Tani jemi këty dhe kemi marrë edhe numër tjerë që kemi po që janë të vranë, Riza Beqiri me djalin Halimin, Zanz 14 vjeç, Zenel Beqiri, Ajet Brahimi, edhe tjerë poshtë, dhe për një numër, ku bo masakra tani, na kanë mënë që këta i kanë arrestu policia. Se dhe ta vetë që në kometa nuk e kanë ditë se i kanë da burrat për grave, i kanë rejnë në borën e Sadik Osmanit, i kanë drejtu në drejtim Kotës Bebushit. Për ta nuk u ditë në ditën e 15 janarit që janë të vranë të masakruan. Dhe kemi dalë, kemi rëmtu, kemi marrë numra, kemi thonë këta janë të arrestuar për policisë së Serbisë. Dhe misioni i Serbisë së shku ka kërku edhe në stacion policisë shtimi edhe në Ferizaj, unë këty ka thënë fatkeqësisht ata nuk janë të arrestuar, po janë dikon këtu afër. Deset më ngjes tani kuptu që vërtet Serbia ka bën masakër krem kundër njerëzimit. Edhe ditë me 16 janar në mëngjes, dhe me thonë, i fut mediat e huaja, mediat tona, ka pas shumë gazetar, kameraman, do të me veçuar ashta, se tjerë nuk na kujtojnë shumë, o konë edhe Suleman Klakuqi, o konë edhe Hazerika, fotoreporter i Rejtersit, dhe i ka po tani edhe bota që shaka po Serbia, ka 3-4 për një familjes, mbusha ndryshme, gruja Saide Metushi, është e vra me zhdukur, njerëz me zemër më shtin nxerra, me syt nxerrë, me mënyrën ma mizore të mojshme që ka bo regjimi policia ushtria e Jugoslavisë e Serbisë në Raçak. Për 15 janar nuk ka mujt me paftyra, se ka shumë rrezik i madh, edhe po t'i pasha unë ata na pashin neve dhe mos nuk ishmi asna. E verës e 98 që tash po, ju kanë, po shumë letash me ditë edhe kush u kanë, se komanda e policisë ka pas Kosova kanë okupune, dhe u kanë e udhëheqën nga regjimi i Jugoslavisë, ka pas në atë kryetar komune, ka pas edhe komandant policisë në shtime, ka pas komandant supit në Ferizaj, ka pas edhe general të ushtrisë në Ferizaj, gjithë janë për gjerësit këtu, dhe këta i kanë edhe listat e veta, kush i kanë varës që kanë kryer edhe krimin këtu.
Për me lidhë këto me Hagun, në ditën e 16 janarit, unë e kom shëshu në për këtë venat e secili i vranë, edhe generalin Amerikan Edi Sullivan, edhe fotoreportersin e rejtërsit Hazerejka dhe këto pami këto i kom pas edhe si dëshmi në tribunalin e Hagës. Ati kom dëshmu në maj qershor 2002. Dëshmitari i prokurorisë kundër kryekasapit Ballkanit Slobodan Milošević. Gjitha të dëshmi janë pranuar nga gjykata, sepse ka qenë faktografi të krimit. Njerëz me emër, me mbiemër që janë të vrarë dhe të varrosur në Raçak. Ato u di që ka bërë Serbia, policia dhe ushtria. Fatkeqësisht, kryekasapi i Ballkanit nuk priti deri në fund me marrë dënimin e merituar, edhe me të marrë dënimin e merituar Slobodan Miloševići, logjikisht edhe Serbia u duhet mu dënu për gjenocid, për masakra, për krim kundër njerëzimit. Nuk o konë e lejtë shumë, unë e kom pas edhe për këtu, por si që mërë mi thonë kështu, mërë mi thonë ashtu. Ajo konë një në ranë, sëre këqërsha nësë Slobodan Miloševićin, a unë në tjetër më dëkshën që pisha njerëz e vramë të masakrum të Raçakut. Unë e kom thonë atë shka ko mujtë me thonë, kryesori është që dëshmia o pranu se kena pas shumë fakte dhe argumente që ja kanë dëllë në Raçak, edhe ato ka pa buta dhe për mes ambasadorit William Vakeri, cili ka ardhe me 16 janar dhe e ka bo publike dhe ka thonë të vërtetë, ka thonë krim kundër njerëzimit dhe ato e ka mbrojt deri në fund edhe sot 90 vjet e ka thotë të vërtetën dhe mbrojnë gjithërë të vërtetën. A ju kanë thënë herë organet e drejtësisë këtu në Kosovë për me erdhë dëshmi? Fatkeqësisht organet e drejtësisë kanë bërë përpjekje viteve të fundit, prokuroria e Kosovës, po tashti dihet që Serbia është shtet më i fortë dhe është i përgëdhelur prej botës, ajo nuk përdërzon sfundjet dhe kriminalin që boni sulmin Teres në Bojs, nuk i dërzon as ta kriminal që kanë kry krime në Raçak. Po ju a keni dëshmuar në prokurori? Po, kena dhënë dëshmi tona, edhe në prokurori. Popullore ma mirë vënë se sa heq, por drejtësia vënuar është edhe nështë edhe harruar. Shumë njerëz to që kanë dje me vajza e nipat të vrarë në masakrën e Raçakut, ata më tash nuk jetojnë. Edhe kanë shkuar në botën tjetër me atë branga që kush nuk u dënu për krimin që u kryi në Raçak. Edhe më e rëndë është kjo kur tash sa vjet, 27 vjet pas luftës, mbahën peng në Hagë, çlirimtarët e vendit tonë, presidenti Thaçi, kryeparlamentarët Veseli Krasniqi, bashkëluftëtarët Recep Selimi, Cali dhe të tjerë, dhe pas një argument, pas një fakt, pas një dëshmi ata bëhen peng që sa atje. Ata janë çlirimtarët, nëse dikush do të më dënu vërtet kriminalet, jo viktima, edhe nëse bash është për të dënu edhe çlirimtarët, atëherë do të më dënu edhe NATO, edhe udhëheqja demokratike e botës që kanë intervenu në Raçak. Ata në vend se me mi dhënë deklarat dhe me shpërbly edhe presidentin Thaçi, edhe të tjerë që më bëhen atje, që ata janë ndoshta shkaktar që mi tregu edhe botës se çka po ndodh dhe përmes NATO-s, ushtria çlirimtare e Kosovës ka shpëtuar pjesën tjetër të mbetur njerëzve pa vrarë pa masakru, ata sot mbahen padrejtësisht atje. Kjo është e rëndë shumë për mua personalisht, për familjen time dhe për mbar fshatin Raçak dhe kombin shqiptar. Ndjenja është shumë e rëndë. Ju veç 15, po komplet janari, është diçka shumë e zëmt edhe e rëndë. Edhe në familjet tona, edhe pa dash tash me ful, se tash janë fëmijë gjenerate e re, që nuk kem qef fort mi dhonë edhe pamje edhe si që mi të merru edhe ata, pa dash do të me kalonu për këta tema. Dhe është shumë e rëndë për neve. Edhe tash, kur po folim me gazetar, shumë prej mediave nuk mujna mi u përgjigj pozitivisht për shkak të asaj që e ndjim në shpirt, se të flasmi na kthen në ku 27 vjet më parë, por dikush nështë do të me fol diçka me kallëzu edhe realitetin që ka ndodhur këtu një diçka. Sot, pas 27 vite, një film me pa, sikur Serbia që i ban trillime dhe qëtë filma, falca që këshin nuk ka ndodhur masakra në Raçak, vetëm film i lëshu, gjeneratës 3, mujnë më të merru. E kjo ka qenë një diçka e vërtet, mi po njerëz e afër, njerëz të familjes, njerëz që i lindë dhe rrit me ta, mi po në atë gjendje, njerëz pa kokë, njerëz pa zemër, njerëz pa sy, njerëz me organe nxjerra, ajo konë nuk di dhe qysh kemi mujt me se veç kjo është fuqia Zotit që na ka mbajt neve që me mujt edhe pas 27 vite me fol për atë ngjarje.